le merituar për të udhëhequr Kuvendin e Kosovës. Por përmendet ftesën që keni dërguar LDK-s e ka cilësuar jo serioze. Gjuhën që është përdorur aty në atë letër të zotit kur drejtuar kreut të LDK-s. Lumera Avdiqiku, se kanë marrë seriozisht atë letër? Po, nuk e kanë marrë seriozisht, po dhe letra që na është kthy nuk ka qenë shumë e këndshme, po ne prapë vazhdojmë t'i ftojmë, sepse ta akuzosh lëvizjen vetëvendosje dhe ish qeverin për rrezikim të sigurisë kombëtare nuk është pak. Por kur jemi në politikë, gjithmonë diçka duhet të shmangim dhe deklaratat publike, përgjegjësinë për deklaratat publike e bën secili individ, qoftë nga pozita e liderit, qoftë nga pozita e kryeministrit, ministrit, deputetit e gjitha këto me radhë. Nuk jemi, domethënë, të gjithë shumë dakord me njëri tjetrin, por duhet t'i shkrijmë akujt me zveti për të mirën e përgjithshme. E me zotin Kurti kur deklaroi, kur quajti ish opozitën, në atë mënyrë pas fundimit të zgjedhjeve, a jeni dakord? Mendoj që e ka sqaruar këtë zoti Kurti për çka ka thënë dhe ku e ka synu, nuk jam këtu për t'i demantu ose për t'i krahasu të thënat e tij, për t'i interpretuar në mënyrën time, por që nuk është kur kërkohet një bashkëpunim i sinqert, nëse i ka mbet hatri, domethënë hatërmbetja ka luajtur kur bëhemi të gjithë bashkë, edhe me PDK-n, edhe me Aleancën, edhe të gjithë bashkë. Ne kemi pasur zgjedhje jo për vullnet të lirë, kemi pasur zgjedhje me karakter garues. Edhe duhet rrim brapa përgjegjësive që i kemi si parti që kemi dalë fituese të para, të dyta, të treta e kështu me radhë. Bashkë për ta konstituar Kuvendin apo edhe për qeverinë e re? Edhe për ta konstituar Kuvendin, edhe për qeverinë e re, por në këtë fazë, në këtë moment, në konstituimin e Kuvendit është precedent shumë i keq që po diskutohet mbi emrat të cilat zgjedhin partitë politike. Ju e dini që kandidatët e mundshëm për nënkryetar të kuvendeve që kanë qenë më përpara se shefet grupeve parlamentare i kanë thënë fjalët e fundit që i thot një njeriu se që nuk do duhet të thuheshin asnjëherë në Kuvendin e Kosovës. A të vëmë nesër kushte që ata të mos jenë nënkryetar të kuvendit? Do të kishte logjik në nënkryetarët votojnë në pako. Tjetër proces është moral. Zona Mortezi. Pavarësisht edhe ata e duan votën e tyre, me pako e pa pako dhe ata e duan votën e tyre, kanë pasur edhe opsionin të shkojmë të gjithë në pako, propozimin e kryeministrit Kurti, kryetari dhe nënkryetar të gjithë në pako në takimin që kanë pasur me presidentën Osmani. Por nuk është pranuar asnjëri variacioni mundshëm deri më tash nuk është pranuar, pritet shohim nesër e tutje. A është urgjente krijimi i institucioneve të reja, sepse kemi parë në deklaratë të zotit Avdiqiku që thotë që zoti Kurti brenda takimit me Vjosa Osmanin ka deklaruar që s'është urgjent, ka stabilitet institucional.